E mbani mend besoi shtëpinë e Kurtit me qiran 250 euro, por që në fakt Kosovës i kishte kushtuar me tender 1,72 milionash për familjen që ja kishte lëshuar atë shtëpi me qira kryeministrit. E posa i tender ishte dhënë mes shkeljesh, siç kishte raportuar Vox Kosova, tashmë është e konfirmuar edhe nga gjykata komerciale. Prandaj gjykata e ka ndalur këtë proces dhe ja ka kthyer OSHP-s në rivendosje. Sipas gjykatës, organi shqyrtues i prokurimit zgjidhti ta arsyetojë se pse nuk e mori parasysh ankesën e operatorit tjetër ekonomik në garë, që kishte pasur edhe çmimin më të thirr. Vendimi i kundërshtuar është i paqartë dhe kundërthënës, prandaj si kundërligjshëm duhet të anulohet. Pasi aty nuk është dhënë asnjë sqarim se cilat pretendime janë të bazuara, për të cilat rrjedhimisht ankesa është hedhur si e palejuar, thuhet në akt gjykim të komerciales. Teksa vazhdon gjykata duke shpjeguar se ky arsyetim është dukshëm i pamjaftueshëm, i paqartë, kundërthënës apo i pakuptueshëm. Gjykata ka përmendur 3 nenat e ligjit të shkelura përmes këtij vendimi, për çka e kthen tenderin në pikën 0, duke ja pamundsuar të paktën aktualisht 1,7 milionshin burrit të Jeta Zagragjës, bijës së familjes qiradhënëse e mikës së Davosit të Kurtit.